vallai është turp që një besimtar të ofendoj, të shajt, përçmoj, edhe ta bëj si karakter të tij në fjalën e pisët, edhe talljen e tjetrit, përçmimin e tjetrit. Çai duke menuti dhe çai duke thonë se je më i mirë ka Allahu xhaleshon sa i tjetri, subhanallahu. Ora mund të jesh i çik pozit, mund të jesh i çik me pasuri, mund të jesh i çik me një pozicion për momentin, po kush je ti më? Po kush je ti më ti? Subhanallahu, a ke garanci për jetën tate? Mas i minuti më mund të shtrihesh në tokë dhe jep shpirt aty. Të nesërmen bova ki gdhi dhe mrena ditës i humb të gjitha. Po nuk maten gjërat me kështu. Thjesht majeni men. Nderi, gjaku, pasuria e tjetrit janë të shenjta, nuk duhen cënu, janë të shenjta, më siç është e jotja, ashtu është edhe e tjetrit, e ka gjykuar, e ka vendosur Allahu xhaleshanu kështu. Dhe mundohu të japësh tjetrit maksimalisht hakun. Pse në vend të asaj talljes edhe ofendimit, pse nuk e mëson veten tatë ti që thushi fjalë të bukura dhe të mirë, e të bëhet ty, të bëhet edukat dhe të bëhet karakter fjala mirë. Pse rritu thon vetëm fjalë kështu duke e mangësu tjetrin, edhe vetëm duke e përçmu tjetrin, duke e tall tjetrin. Po thuaj fjalë tamam, subhanallahu. Dhe pastaj robi me dy standarde, kur del në një që është çik pozit më lart, fillon të zbukuro fjalët më sani. Kurse me këtë që është poshtë vetes, e tall dhe e përçmon dhe nuk e konsideron. Ja vallai, besimtari nuk duhet me qenë kështu.